Banorët e Porxës denoncojnë mungesën e sistemit të kanalizimeve të ujrave të zeza. Banorët e Porxës kanë ngritur alarmin për mungesën e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza, një problem që prej vitesh vijon të shqetësojë komunitetin. Sipas banorëve, mungesa e sistemit të KUZ ka detyruar një pjesë të familjeve të ndërtojnë gropa septike, ndërsa të tjerë shkarkojnë ujrat e zeza në kanalin kryesor kullues e ujitës të zonës, duke kthyer atë në një kolektor të hapur të ndotjes. Problemi është denoncuar në televizionin Apollon, ku banorët janë shprehur se situata është bërë rënd dhe alarmante për shëndetin publik. Ata theksojnë se ujrat e zeza janë kthyer në burim infeksioni dhe kanë ndikuar negativisht në jetën e përditshme të komunitetit. Sipas tyre, fshati po përballet me një situatë të rëndë mjedisore, ndërsa mungesa e ndërhyrjeve konkrete ka rritur pakënaqësinë e banorëve, të cilët shprehen se megjithse paguajnë taksa dhe tarifa vendore, ende nuk marrin shërbimin bazë të kanalizimeve. Sigurisht që duket vetë, nuk është funa dhe filmohet i duket vetë thjesht. E çoja aty, kjo është gjithë historia. Filmohet e çoja. Po çfarë histori ka ju si banor? Cili banor? Komuna e bëj vaditë as top vaditë zë. E bëri jo edhe vaditë toka. E bëri rretonë me gjithë ulam. Funksionon? Tani vaditë zë, as kollime as vaditë. Nuk kam atë, kjo punë kam marrë zoje. Mie ne kemi tokë për vaditë në apo kam vënë. Ja kjo është gjithë. Çfarë? Beati po vjen. Vjen e mushkon edhe ndjera radhë. Po pa di pas ti. Ke mushkon e zoje. S'keni shpresë se pastro. Tani çfarë shpresë kemi? Ata s'ka dhënë tur, nuk ka dhënë. Nuk do ta di njëri fare. Kanë ardhur e kanë ikur edhe po vinë akoma, asnjë s'është bërë. Drejt me ta. Banorët thonë se premtimet e vazhdueshme për ndërtimin e sistemit të kanalizimeve në Portës nuk janë mbajtur, ndërsa situata vijon të përkeqësohet nga dita në ditë dhe askush nuk mban përgjegjësi.